Viti 1949. Bota po ndahej më dysh. Pas perdes së hekurt, një vend i vogël në brigjet e Adriatikut po shndërrohej në burgun më të izoluar të Europës, Shqipëria. Por ndërsa Enver Hoxha forconte kthethrat e tij, në zyrat e errta të CIA-s në Washington po hartohej një plan që mund të ndryshonte rrjedhën e historisë. Emri i koduar Project Fiend. Ky nuk ishte thjesht një operacion spionazhi. Ishte një përpjekje për të ndezur flakën e revolucionit. Ishte hera e parë që inteligjenca amerikane dhe ajo britanike tentonin të përmbysnin një regjim komunist me forcë, por ata nuk e dinin se brenda radhëve të tyre fshihej një kancer që po hante çdo sekret. CIA amerikane nuk dërgoi ushtar amerikan. Ata kishin nevojë për njerëz që e njihnin çdo gur të asaj toke. Ata gjetën vullnetarët e lirisë, burrat e arratisur, nacionalistë, djemë që kishin lënë familjet nën terrorin e sigurimit. Në kampet sekrete të Maltës dhe Gjermanisë, këta shqiptar u trajnuan si fantazma. Mësuan kodet e radios, përdorimin e eksploziveve dhe artin e rënjes nga qielli në errësirë të plotë. Ata u pagzuan si Kompania 400. Për CIA-n, ata ishin asete. Për Shqipërinë, ata ishin shpresa e fundit. Por dokumentet e deklasifikuara zbulojnë një të vërtet të hidhur, që në natën e parë, ata ishin të dënuar. Pse dështoi çdo zbarkim? Pse sigurimi i shtetit ndodhej saktësisht te pika e parashutimit? Përgjigja fshihej pas një emri, Kim Philby, oficeri i lartë i inteligjencës britanike dhe njeriu që koordinonte operacionin me CIA-n. Philby ishte tradhtari perfekt. Ndërsa pinte whisky me kolegët amerikanë dhe planifikonte lirinë e Shqipërisë, ai u dërgonte mesazhe sekrete zotrinëve të tij në Moskë. Dokumentet e CIA-s konfirmojnë se Stalini dhe Hoxha e dinin datën, orën dhe vendin e çdo operacioni përpara se avionët të ngriheshin nga Malta. Tragjedia nuk mbaroi me kapjen e tyre. Sigurimi i shtetit nisi një lojë makabre. Duke përdorur radiot e sekuestruara dhe duke torturuar radiotelegrafistët e kapur, ata nisën t'i dërgonin mesazhe CIA-s. Kemi nevojë për armë. Kemi nevojë për më shumë njerëz. Terreni është gati për kryengritje, shkruanin agjentët e Hoxhës. Për vite me radhë, CIA ra në kurth. Ata vazhduan të dërgonin njerëz direkt në gojën e ujkut. Grupe si ai i Hamit Matjanit u pritën me breshëri automatikësh sapo prekën tokën. Ishte një masakër e heshtur, e dirigjuar nga dy kryeqytete, Tirana dhe Moska. Kjo është pyetja që qëndron në zemër të gjithçkaje. Si ka mundësi që një plan i hartuar me aq kujdes nga mendjet më të ndritura të CIA-s amerikane dhe MI6-it britanike të përfundonte në një masakër? Si u kthye ëndra për liri në një kurth vdekjeprurës? Përgjigja, do ta shihni, është më tronditse dhe më e ndërlikuar se sa mund ta imagjinoni, e fshehur në një labirint gënjeshtrash dhe spionazhi të dyfisht. Le të kthehemi pas në kohë, në vitin 1949. Lufta e dytë botërore sapo ka mbaruar, por bota nuk gjeti paqe. Një luftë e re, e ftohtë, pa armë, por po aq vdekjeprurëse ka filluar. Perda e hekurt e ka ndarë Europën më dysh, dhe aty, pas asaj perdeje, ndodhet Shqipëria. Në çizmen e hekurt të Enver Hoxhës, ajo ishte kthyer në një burg të madh, një nga vendet më të izoluara në planet. E po pikërisht për këtë vend, në zyrat e fshehtëta të Washingtonit dhe Londrës, po thurej një plan i pabesueshëm. Emri i koduar ishte Projekti Fiend, dhe qëllimi i tij ishte diçka që nuk ishte provuar kurrë më parë. Kjo nuk ishte thjesht një përpjekje për të mbledhur informacione sekrete, jo. Ambicia ishte shumë më e madhe, të ndizej një kryengritje kombëtare, një revolucion që do të shkërmoqte regjimin komunist nga themelet. Ishte hera e parë që perëndimi po hidhej në sulm, duke u përpjekur të rrëzonte me forcë një nga satelitët e Bashkimit Sovjetik, një lojë me rrezik teje të lartë. Për të pasur sukses,
Atyre u duheshin shqiptar, njerëz që njihnin terrenin si xhepin e tyre, që flisin gjuhën, që kuptonin mentalitetin dhe më rëndësishmja që kishin një urrëtie të zjarrt për regjimin që u kishte marrë atë dheun. Ata kishin nevojë për heronj të vërtet, edhe pse të harruar. Dhe kështu u krijua njësia speciale e njohur si Kompania 400, nga qindra shqiptar të arratisur nga Shqipëria. Ishin ish ushtarak, intelektual, nacionalist, burra që kishin parë me sytë e tyre brutalitetin e regjimit komunist dhe ishin betuar të ktheheshin. Ata nuk ishin thjesht agent, ishin patriot që po rrezikonin gjithçka për një shans sado të vogël për të çliruar vendin e tyre. Ata ishin shpresa e fundit. Në kampe të fshehta në Maltë dhe Gjermani, këta vullnetarë kaluan nëpër një stërvitje të pamëshirshme. Mësuan gjithçka, si të përdornin eksplozivët për sabotazh, si të komunikonin me kode sekrete përmes radios, si të mbjetonin në malet e thepisura të Shqipërisë. Dhe sigurisht, mësuan si të hidheshin natën me parashup për të zhdukur pa lënë gjurmë. Ata u bën luftëtar fantazm, gati për të kthyer në atë dhe për të ndezur flakën e revoltës. Pra, në letër gjithçka dukej perfekte. Plani ishte i detajuar, njerëzit ishin të përgatitur dhe teje të motivuar. Por, diçka shkoi tmerrsisht keq. Mision pas misioni dështonte në mënyrë katastrofike. Grupet e para që u parashutuan u pritën nga breshri plumbash sapo prekën tokën. Ishte sikur sigurimi i shtetit i Enver Hoxhës po i prishte. Por si ishte mundur që armiku dinte saktësisht se ku dhe kur do të zbarkonin? Kjo pyetje filloi të helmonte atmosferën në Washington dhe Londër. Duhet kishte një rrjedhje informacioni. Dhe përgjigja nuk ishte ndonjë gabim taktik në terren, problemi ishte shumë i thellë, shumë i afërt. Ishte një tradhti. Një urit ishte fshehur në majat më të larta të shërbimit sekret britanik. Emri i tij, Harold Adrian Russell Philby, i njohur për gjithë si Kim Philby, një emër që për kolegët e tij perëndimor ishte sinonim i profesionalizmit dhe besnikërisë, por historia do të regjistronte si simbolin e tradhtisë më të madhe të shekullit e 20. Edhe këtu qëndron ironia më e hidhur e gjithë kësaj historie. Njeriu që ishte përgjegjës për të koordinuar operacionin mes britanikëve dhe amerikanëve, pra një nga arkitektët kryesor të planit për të çliruar Shqipërinë, ishte në të vërtetë një agent i Bashkimit Sovjetik, që prej vitesh Kim Philby nuk ishte thjesht një oficer i MI6, ai ishte njeriu i Moskës. Ai ishte tradhtari perfekt, i fshehur në dritën e diellit. Shikoni këtë skemë. Ajo tregon jetën e dy fish të Philbyt. Për aleatët e tij në perëndim, ai ishte kolegu dhe aleati, planifikuesi i lirisë së Shqipërisë, por për shefat e tij ai ishte njeriu i në Londër, aseti më i çmuar, ai që zbulonte çdo sekret, çdo informacion, çdo datë, çdo emër i luftëtarëve shqiptar që kalonte në përtryezën e tij në Londër përfundonte direkt në Moskë. Dhe nga Moska, sigurisht, përfundonte në Tiranë. Ai ishte regjistri i masakrës. Ky ishte zinxhiri i vdekjes. Hap pas hapi. Së pari, Sia dhe Mi-6 finalizonin detajet e misionit. Së dyti, Philby ja dërgonte menjëherë këto detaje Moskës. Së treti, Moska informonte regjimin e Enver Hoxhës dhe së katërti, forcat e sigurimit përgatisnin pritën në vendin dhe orën e saktë të zbarkimit. Këta patriotë shqiptar hidheshin nga avionë duke menduar për lirinë, por poshtë nuk i priste askush tjetër përveç vdekjes së sigurt e planifikuar nga vetë miqtë e tyre. Por nëse mendoni se tradhtia mbaron këtu, gaboheni. Për ata që nuk u vran menjëherë, tmerri sapo kishte filluar. Kapja nuk ishte fundi, por fillimi i një ferri të ri. Një lojë makabre dhe cinike do të vijej në skenë, duke përdorur vetë agjentët e kapur si karrem. Ja si funksiononte ky mashtrim djallëzor. Pasi kapnin një grup, agjentët e sigurimit u merrnin pajisjet e radios. Më pas, nën tortura të tmerrshme fizike dhe psikologjike, i detyronin radiotelegrafistët të dërgonin mesazhe të rreme në qendër. Imagjinoni tmerrin, të detyrohesh të shtypësh në kodin Morse një mesazh që thotë gjithçka është në rregull, na dërgoni përforcime, duke ditur se po i dërgon shokët e tu drejt vdekjes. Dhe pjesa më e pabesueshme, për vite me radhë, CIA vazhdonte t'i besonte këtyre mesazheve dhe të dërgonte valë të reja agjentësh direkt në duart e xhelatëve. Si ka mundësi që nuk e kuptuan? Si nuk dyshuan? Kjo mbetet një nga njollat më të errta në historinë e inteligjencës amerikane. Ishte një masakër e heshtur, e mundësuar nga tradhtia e Philbyt dhe përkeqësuar nga naiviteti i perëndimit. Çdo histori ka një fund, dhe fundi i projektit Fjend ishte i hidhur, i përgjakshëm dhe plotësisht i dështuar. Operacioni jo vetëm që nuk e çliroi Shqipërinë,
por përkundrazi i dha regjimit të Hoxhës një justifikim për të forcuar edhe më shumë terrorin. Tani, le të shohim bilancin tragjik të kësaj ëndre të thyer. 4 vite, plot 4 vite me misione të dështuara, jetë të humbura dhe shpresa të shuara. Më në fund, në vitin 1953, CIA dhe MI6 e pranuan dështimin total. Operacioni u ndërpres zyrtarisht, pa bujë, pa ceremoni, thjesht u mbyll. Pas lije vetëm një gjurmëgjaku dhe kujtimin e një ëndre që nuk u realizua kurrë. Më shumë se 300. Ky numër duhet na mbetet në mendje. Nuk është thjesht një statistik. Janë më shumë se 300 jetë njerëzore. Më shumë se 300 fate të prera në mes. Burra që u sakrifikuan për një ideal, por që u tradhtuan në mënyrën më të keqe të mundshme. U vranë në prita, u torturuan deri në vdekje, ose thjesht u zhdukun pa lënë asnjë gjurmë. Një brez i tërë patriotësh u fshin nga faqja e dheut. Në luftën e hijeve, tradhtia shpesh speshon më shumë se trimëria. Kjo thënie e përmbledh në mënyrë të përsosur të gjithë këtë tragjedi. Trimëria e këtyre burrave ishte e jashtëzakonshme, por ajo nuk kishte asnjë shans përballë tradhtisë që vinte nga brenda radheve të miqve. Për dekada të tëra, fati i këtyre njerëzve ishte një sekret i ruajtur me fanatizëm. Historia e tyre u mohua, u fshe dhe u harrua. Por e vërteta ka një zakon të çuditshëm. Herët avon, ajo del në dritë. Fal deklasifikimit të dokumenteve sekrete të CIA-s, sot me mund ta ridërtojmë këtë histori të dhimbshme dhe t'u japim këtyre heronjve të harruar vendin që meritojnë në histori. Dhe në fund, betet kjo pyetje e hidhur. Kur historia shkruhet në zyrat e fsheta të spionëve, kush mban mend sakrificën e ushtarëve në terren? Projekti Fjend është një kujtesë e zymë të kostos njerëzore që fshihet pas lojrave të mëdha gjeopolitike. Na kujton se pas çdo vendimi të ftohtë strategjik ka jetë njerëzish, fati i të cilëve varet nga besnikëria ose nga një tradhti. Dhe detyra jon është që sakrificën e tyre të mos e harrojmë kurrë.